Përshëndetje të nderuar miq të mi, ja ku po ritakohemi sërish së bashku me mua Tirona Lilin, këtë herë për të shuar kuriozitetin tuaj rreth Big Brother VIP Kosova. Ditën e djeshme, ekskluzivisht moderatori dhe njëkohësisht drejtori i produksionit të Big Brother VIP Kosovës, Alaudin Hamidi, ka zbuluar detaje, ka zbuluar pjesë të shtëpisë dhe njëkohësisht duke na treguar që fillimi i muajit tetor është edhe fillimi që zyrtarizon datën e afërt të Big Brother VIP Kosovës. Nëse muaj më herët thonim që kanë mbetur edhe 4 muaj dhe 4 dhe 6 muaj, tani themi që kanë mbetur edhe 4 javë. Zyrtarisht Big Brother VIP Kosova starton më datën 31 tetor. Moderatori i njohur dhe shumë i dashur për publikun shqiptar Alaudin Hamidi ka zgjedhur së fundmi të ndajë me ndjekësit e tij një detaj mjaft interesant dhe intrigues nga prapaskenat e një prej prodhimeve televizive më të mëdha dhe më të ndjekura në Kosovë, Big Brother VIP Kosova. Nëpërmjet një postimi në rrjetet sociale, Hamidi ka publikuar një fotografi që zbulon një pjesë të brendshme të shtëpisë ikonike, e cila po përgatitet për edicionin e ardhshëm të këtij reality show, që ka bërë bujë të madhe në mediat shqiptare dhe ka tërhequr vëmendjen e mira shikuesve në të gjitha trevat. Fotografia e ndarë nga moderatori i cili është bërë një prej figurave kyçe në Big Brother VIP Kosova, që prej startit e edicionit të parë tregon një pjesë të strukturës së brendshme të shtëpisë, ku vërehen qartë elemente të rinj, dizajni, ndriçim të sofistikuar dhe punime që duken të jenë në fazat përfundimtare. Pamja sugjeron se shtëpia po përjeton një transformim të plot me një stil modern dhe inovativ, i cili duket se synon të ofrojë banorëve një hapësirë të rehatshme, por edhe të ngarkuar me dinamika si dhe publikut një ambient vizualisht tërheqës për ndjekje të përditshme. Postimi i Hamidit ishte i shoqëruar me disa simbole që ndonse të thjeshta në pamje të parë, kanë ndezur me njëherë imagjinatën e fansave më të devotshëm të këtij formatit. Alaudin Hamidi, që ta kuptoni domethënë se çfarë ka ndodhur, t'ju ja shpjegoj pak më detajisht, ditën e djeshme ka ndarë një postim shumë interesant në Instagramin e tij. Me fillimin e muajit tetor, Alaudini ka përzgjedhur që të nxjerrë një fotografi që duket një element i veçantë nga shtëpia Big Brotherit, por duke patur të gjitha të drejtat autoriale, ne në asnjë mënyrë nuk mundemi domethënë t'i përdorim fotografitë e tyre të cilat janë pjesë e shtëpisë së Big Brotherit. Por për të kuptuar se për çfarë pamje bëhet fjalë, mund të klikoni direkte në Instagramin e Alaudinit dhe të kuptoni se cila pjesë e shtëpisë është zbërthyer. Realisht, domethënë duket që është një investim goxha gjigant që në fakt më herët nuk ka ndodhur në Big Brother VIP Kosova. Reagimet në komente nuk kanë munguar, me qindra ndjekës kanë filluar të spekulojnë mbi risitë që mund të sjellë ky edicion i ri, ndryshimet në format, identitetin e banorëve të ardhshëm apo rreth rolit që Alaudini do të ketë këtë herë, nëse do të mbetet një moderator i thjesht apo do të shfaqet në ndonjë mënyrë më të thelluar në rrëfimin e ngjarjeve brenda asaj shtëpie. Megjithatë që Alaudini do të jetë në një mënyrë më të thelluar në rrëfimin e ngjarjeve brenda shtëpisë së Big Brotherit, Alaudini asnjëherë në fakt nuk ka qenë një moderator i thjesht, ai ka qenë gjithmonë i involvuar edhe në këndin e drejtorit brenda këtij formacioni, por mbi të gjitha bëhet fjalë për një ndryshim drastik që do të ndodhen domethënë këtë vit. Nga ajo që përflitet deri më tani, edhe pse asgjë nuk është konfirmuar zyrtarisht nga produksioni, edicioni i ri Big Brother VIP Kosova pritet të nisë në fund të muajit tetor. Domethënë, zyrtar nuk është momentalisht nga Big Brother Kosova, duhet të themi që këtë vit janë gjërat pak më të fshehura apo më të mbajtura në kuptimin e pikpyetjes dhe normalisht domethënë nuk ka asnjë lloj lëvizje të banorëve apo të diçka tjetër. Pritet që të nisë edhe një herë në fund të muajit tetor, duke vijuar traditën e organizimit të gjatë sezonit vjeshtor, kohë kur interesimi për spektakle të tilla në fakt arrin kulmin.
Ky edicion i ri po përgatitet me një intensitet të madh nga ekipi kreativ dhe teknik, të cilët duket se kanë vendosur të ngrejnë pritshmëritë edhe më lart se në sezonet e më përparshme. Sipas burimeve jo zyrtare që kanë të bëjnë, ky sezon pritet të sjellë një sër surprizash që nga koncepti vizual i shtëpisë tek sfida që do t'i vijnë banorëve e deri tek mënyra se si do ndërtohen dinamikat brenda saj. Disa zëra nga brenda industrisë televizive përmendin mundësinë e pjesëmarrjes së disa emrave të njohur të showbizit shqiptar, por këtë vit do të kemi fatin të kemi dhe politikan në Big Brother, do me thënë historikisht do t'jetë politikani i parë që pritet të jetë nga partia LDK në Kosovë, por njëkohësisht do të kemi edhe një polic. Kështu të paktën flitet që do me thënë brenda asaj shtëpie do të ketë edhe një polic. Më duke përfshirë edhe të gjitha artistët shqiptarë që me patjetër, do me thënë deri më tani, kanë refuzuar ftesat për të qenë pjesë e këtij formatit, por që këtë herë mund të jenë të bindur nga struktura e re e edicionit, apo ndoshta edhe nga shpërblimi më i lartë që pritet të ofrohet. Do me thënë, gjithmonë Big Brother VIP Kosova ka paguar më shumë, po këtë vit pritet paguaj dhe më shumë se sa ka paguar viteve të tjera, edhe pse nuk ka patur në fakt një transparencë për publikun se sa para janë dhënë, apo kur janë marrë, apo si janë dhënë, përpos se çeku të madh i cili ka qenë, domethënë, publik në ditën kur Big Brother i ka patur natën finale. Ajo që është e sigurt është se shtëpia po përgatitet të hapë dyert e saj për një tjetër grup personazhesh të njohur, të cilët do të ndajnë jetën e tyre të përditshme në dritën e kamerave për javë të tëra. Do të ketë emocione, do të ketë konflikte, momente gazmore prekse, ndoshta dashuri të reja e miqësi të papritura, ashtu siç ndodh zakonisht në këtë reality show që ka provuar të jetë jo vetëm pasqyrë e karaktereve të individëve të famshëm, por edhe një reflektim i shoqërisë dhe dinamikave të saja në thellësi. Publiku tashmë është në pritje të zjarrt, forume të shumta online, grupe fansash në rrjetet sociale dhe portale të ndryshme kanë nisur diskutime, teoritë dhe listat me emra të mundshëm që mund të shihen brenda shtëpisë të Big Brother VIP Kosova këtë sezon. Çdo postim nga figurat publike, çdo detaj i shpërndar nga stafi analizohet dhe interpretohet në kërkim të ndonjë të dhëne që mund të zbulojë më shumë mbi atë se çfarë do të ndodhë. Në këtë atmosferë pritje dhe entuziazmi, postimi i Alaudin Hamitit ka ardhur si një lloj konfirmimi i heshtur se gjithçka është drejt të finalizimit. Ai i cili është bërë një nga fytyrat më të dashura të këtij formati nuk është thjesht një prezantues, ai është një urrëlidhse mes banorëve dhe publikut, një narrator i ngjarjeve që ndodhin brenda asaj shtëpie dhe një figurë që gëzon besimin dhe simpatinë e shikuesve për qasjen e tij profesionale, njëkohësisht edhe shumë humane. Me fillimin e sezonit të ri që afrohet dita ditës, Big Brother VIP Kosova po përgatitet të rikthehet më madhështor se kur më parë, më falni, duke premtuar një spektakël që do të kapë të gjitha ndjesitë e mundshme, nga e papriturat e komedia, nga tensioni tek emocionet e vërteta. Do me thënë, jemi edhe 4 javë në fakt drejt pritjes së madhe, do të njohim personazhe shumë interesant edhe pse po përfliten emra lart e poshtë.